Gjykata e posaçme ka lënë në burg Altin Morinën, ish efektivi i Reneas, i arrestuar në kuadër të operacionit të revansh. Ndalimi i tij u krye nga komisariati numër 2 në Tiranë, ku afro një viti ishte në kërkim. Në dosje përmendet emri i Altin Morinës si bashkëpunëtor me Durim Bamin për kultivimin e kanabisit në zonën e Niklës dhe Tapizës në vitet 2019-2020, kohë kur ai ka qenë në detyrë si efektiv i forcave Renea. Komunikimet në Sky zbuluan si informonte trafikantët edhe për operacione policore me qëllim mos arrestimin e tyre. Në momentin e lëshimit të urdhrave të ndalimit, policia nuk e gjeti në banesë, duke shpallur në kërkim. Besohet se ai ka qenë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe kohëve të fundit ishte rikthyer. Ish polici është arrestuar dhe në mars të vitit 2023 pasi u ndalua duke qarkulluar me një makinë brenda së cilës u gjetej 113.000 euro, por pas arrestimit ai siguroi disa fatura bankare duke justifikuar se parati kishte marrë borxh tek një biznesmen. Altin Morina rezulton gjithashtu se është përjashtuar në vitin 2015 nga policia e shtetit për ushtrim dhune dhe moszbatim të urdhit të veprorit, por Morina u rikthye në detyrë nga gjykata administrative e apelit, madje ka arritur t'i marrë shtetit si dëm shpërblim edhe 8 rroga.